Kandidati i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Damian Gjiknuri, zhvilloi një takim me përfaqësues të peshkatarëve dhe kultivuesve të midjes në Sarand. Në fokus të bashkëbisedimit ishin çështje që lidhen me sektorin e peshkimit dhe kërkesa për krijimin e infrastrukturës së nevojshme, në mënyrë që ky sektor të jetë në standardet e duhura. Investimi për thellimin e atij kanali që bën lidhje me detin për mua është imediat dhe unë realisht do ta mbroj me çdo kusht me qëllim që ekonomia e midjes në Sarand të mos vdesë. Aty po bëhet një port i ri, që mund të jetë port turistik, por aty mund parashikohet shumë mirë edhe pjesa e portit që do t'i vlej peshkimin. Ai është një aset publik tashmë dhe privat, pra një partneritet publik dhe privat, dhe shteti i ka ca të drejta të cilët mund të integrojë te ky lloj koncesionari. Në mënyrë që edhe kjo pjesë që e diskutuam këtu, kjo duhet të jetë pjesë e një procesi që duhet trajtuar më vonë. Referuar alternativave që ofrohen për elektoratin në këto zgjedhje parlamentare, Gjiknuri theksoi se pala tjetër mund të premtoj shumë, por dikush që s'ka dhënë prova s'mund të bindë. Partia Socialiste, sipas Gjiknurit, ofron një alternativë, e cila mund të jetë dhe zgjidhja e qytetarëve. Pala tjetër mund të premtoj shumë, po njeriu që s'ka dhënë prova s'mund të çesi më qejt. Kurse në krahun ton ka një alternativë. A është më e mira mundshme? Sot mendoj po. A ka nevojë për përmirësim? Po pikërisht ky është dialogu. Në mënyrë që ato probleme të mund të integrohen tek politikat e qeverisë për sa i përket të gjithë interesit tuaj. Për sa i përket pjesës time personale, unë ka një garanci më shumë. Eksperiencë politike, jam njëri që kam dhënë prova dhe në drejtimin politik të qarkut Vlorës, kam arritur të ruaj ekuilibra, kam arritur të mirë strukturoj procese politike këtu. Qeveria po vazhdon dhe po investon për Sarandën, por me votën tuaj mua bjem të fortë. I pranishëm në takim ishte edhe sipërmarrësi Gjergj Luca, duke shprehur konsiderata për figurën e Gjiknurit. Deklaroi se është në mbështetje të plotë të kandidaturës së tij. Damianin e kam njohur në Elbasan. Në Elbasan Damiani krijoi një klim aq të mirë të gjithë biznesit, të gjithë imprenditorëve. Dhe Damiani ishte për ne në Elbasan dera e hapur kur i binim derës në mes ditës dhe në mes natës dhe u përplaste në qeverinë qendrore, po dhe në qeverinë lokale për gjithë hallet që ne kishim si biznes. Dhe po mos ishte ky Damian që unë e kam njoft. Unë po ju them edhe herë tjetër, nuk vija këtu, nuk është histori fushate me këtë burr, po është histori që ky do t'ju vi mbrapa.